Sot është ditë tregu në Tetov. Jemi këtu në tregun e gjelbër të qytetit, ku shesin dhe blejnë shqiptarët dhe Maqedonas. Po çfarë mendojnë të dyja palët për njëri tjetrin dhe për luftën? Ne znajeme puka, ne znajeme, mi gledame, slušame, a tamo ne gledame koji što je. Ajo tregon se ne nuk e dim se kush gjun dhe kundër kujt gjun, por e dim se gjuhet diçka dhe situata nuk është si duhet. Vetëm dëgjojmë se çka bëhet lart. Edhe na nuk e dim se çka bëhet lart. Këto që sheti i blenë dhe shqiptarët dhe Maqedonasit, apo bëjnë dallim këtu blenë vetëm Maqedonasit? Ovje shokoj prodavate, da li kupovat i albanësit, i turqit, i Sve zajedno. Të gjithë blenë së bashku, pa dallim nga se çfarë nacionaliteti janë, edhe shqiptarët, edhe maqedonët, edhe turqit. Živejeme zajednički. Ние сме овде, заедно живееме и заедно ќе продолжиме пак да живееме. Na nuk kemi se çka të mendojmë, na kemi jetuar dhe jetojmë së bashku, edhe do të duhet të jetojmë edhe më tej së bashku. Ние сме секој пат заедно на пазар, луѓето си купуваат. Çdo herë jemi së bashku në treg, të gjithë njerëzit blejnë nga njëri tjetri, Проблем нема никако. problem nuk ka pas asnjëherë. Këtu bashkë në Tetov, u luftën e bënë qeveria, jo as popullsi shqiptar as. Por ata që kanë dalë në alta të kërkojnë të drejtat e popullit shqiptar në Maqedoni. Të drejtat do me thënë të ndrohet statusi dhe sa të kenë të drejta Maqedonasit, po ashtu edhe shqiptarët të kenë të drejtat, se ne jemi një popull me shumicë. Thotë se është i lindur në vitin 1929. Ja živim kako su živjeli pred 20 godina i deneska. Kam jetuar mendon në shqiptarët si ashtu si para 20 vjetëve edhe tani jeta. Ja kao dete su njih su čuvao stoka, su pasal i oni su mene. Së bashku kanë ruajtur bakterinë dhe bujqësinë me shqiptarët, edhe ata me këtë. I niko ne može mene da mi dokaže da ne može da živim ja su njih ili oni su mene. Dhe asnjë nuk mund të tregon se nuk mund të jetohet njëri me tjetrin bashkë. Ova što pravi neko i to je van, kako da ti kažem, složiteljstvo. Këtë që e bën dikush është jashtë asaj që duhet të jetojmë bashkë. Do сега се живеело, ние smo se smatrali kako jedna ista nacija. Gjere tani kemi jetuar së bashku dhe kemi konsideruar se jemi një kombë së bashku, pa marrë parasysh se kush ka qenë. A сега лично не знаемо, се прашуваме меѓу себе и од Dhe tani pyesim njëri tjetrin и нашите што се збива. se çka po ndodh tani. Да напуштим, не мислим. Të largohem prej këtu nuk mendoj. Јас smatram дека треба да се живее како што смо живееле. Unë mendoj se duhet të jetohet siç është jetuar edhe më parë. Едан е Бог, било за едни, било за Zoti други. është një, edhe për njerët palë edhe për tjetrën palë. Çfarë mendoni ju për këtë luftë që po bëhet në Tetov? Çfarë mendoj? Sa mirë as për ne as për ata. Konkret me u tregu drejt. Nuk dini fare ç'po ndodh për luftën? S'di ku dile. Jo, unë nuk do të iki nga Tetova dhe do të ri në shtëpinë time. Nuk dua të iki nga shtëpia ime, pra. Po ti, shpirt, vete në shkollë ti? Shkon në shkollë? Da. Po. Pse më thua da? Si thuhet, shkoj në shkollë? Shkoj në shkollë, më mësoj. Po mirë, sot nuk e vajtu në shkollë. Jam shele shkolla. Janë mbyllur shkollat, ë? Këtu do të ri, se këtu kam lind, edhe këtu do të vdes. Kam përshtypjen se kjo është një mlef i mbledhur vite me radhë dhe ne brenda këtyne 10 viteve të demokracisë kemi bë me qindra mitingje, tubime, referendume, e kush e di se qa nuk kemi bë tjetër. Vetëm me të vetmin qëllim për t'i realizu disa të drejta, të natyrshme që na takojnë. Dhe qeveria maqedone ka qenë e shurdhër. Politikanët shqiptar të Maqedonisë mbeten pika e vetme e referimit të gazetarëve të huaj e vendas, edhe pse as Arbër Xhaferi, as i Mery Meraj, madje as Kastriota Xhireka nuk pranojnë të kenë kurfar lidhje e kontroll te ushtria çlirimtare kombëtare.
Lideri i ngahershëm i Partisë Demokratike Xhaferi kërkon në konferencat e tij të braktisen pozicionet dhe të mbrohen interesat e shqiptarëve, dukshëm në rrezik. Megjithatë, ai nuk nxitonti epitetoj keq ata që preferon t'i quaj thjesht idealist të painformuar. Kryetari i Partisë për Prosperitet Demokratik, Ymeraj, gjithashtu flet vetëm për dialog, ku pjesë dhe faktor quan edhe veten. Ndërsa Kastriota Xhireka, kryetari i partisë së krijuar rastësisht vetëm 3 ditë para shpërthimit të luftës, sërish nuk pranon të ketë lidhje me ushtrinë shërimtare. Përveç se për dialog, ai flet edhe për kantonizim të Maqedonisë. Megjithatë, njerëz brenda këtyre partive flasin edhe për gjasa kontaktesh me pjesëtarë të UÇK-s. Ata thonë për t'i zbutur dhe kthyer në dialog, por kujt dihet, pse jo, edhe për t'i përdorur.